Sofia zyrtare nuk i konsideron si çështje bilaterale mosmarrëveshjet mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, të cilat kanë bllokuar rrugën eurointegruese të vendit. Ministri i jashtëm bullgar Georg Georgiev, duke folur sot për Maqedoninë e Veriut dhe marrëdhëniet fëmijësore midis dy vendeve, tha se vendi nuk po i kupton proceset evropiane dhe po shmang përgjegjësinë. Jemi të shqetësuar për përshkallëzimin në fjalimet të fqinjeve tan nga Republika e Maqedonisë së Veriut, sepse kjo tregon mungesë të kuptuarit të proceseve europiane dhe një shmangje të mundshme të përgjegjësisë. Sofia dhe Shkupi nuk kanë një çështje të hapur. Ai tha se gjithçka që kërkohet prej tyre po bëhet si dhe nga anëtarët e Parlamentit Evropian. Shqetësimet e Bullgarisë janë marrë në konsiderat. Përmbajtja diplomatike nga ana jonë nuk duhet të ngatrohet me mosveprimin. Bullgaria nuk duhet të sillet si një shtet histerik. Ndërkaq, kryeministri Hristijan Mickoski gjatë fundjavës deklaroi se Maqedonia e Veriut po komunikon me Komisionin Evropian për të zgjidhur mosmarrëveshjen me Bullgarinë, por presin përgjigje nga Sofia për një takim të mundshëm midis përfaqësuesve zyrtar të dy vendeve. Takimi do të zhvillohej në margjinat e samitit të NATO-s në Hag më 24 dhe 25 qershor. Nga pala maqedonase, përfaqësuesi i Maqedonisë së Veriut do të jetë presidentja Gordana Siljanovska Davkova, ndërsa nga pala bullgare është e sigurt se do të jetë kryeministri Rosen Zheljaskov, megjithse pritjet ishin se do të ishte presidenti Rumen Radev.